Edhe nuk ka drejtësi për një nga masakrat më të rënda për cilën jemi duke folur dhe gjithçka të cilën nuk e kontestojmë. Ani pse një pjesë tjetër të narrativës mund të jetë e debatueshme, po pse nuk ka ndodhur një gjë e tillë, zoti Mahmuti, edhe çfarë duhet bëhet në këtë situatë kur Kosova ka institucionet e veta, Kosova ka shtetin e vet, edhe kur ky proces ka mbetur ende pezull. Kushtrim, deshta vetëm respekt për Naitin, për Sadikun, sidomos për të gjithë ata të burgosur që kanë dëshmu një sakrifisë jashtëzakonshme për të shpëtuar shokët e plagosur gjatë këtij krimit gjenocidit në Kosovë. Sa i përket një çështje, domethënë, në burimet që bazohen, unë asnjëherë nuk mirem me ata që thuhet dikujt që thot dikush jashtë konteksteve zyrtare. Unë mbështetem krye këput në burimet më të besueshme zyrtare amerikane dhe të NATO-s të asaj kohe, për arsye se ata e shoqërojnë me fakte që nuk mund t'i kontestoj askush. Të gjithë që kanë pa. Dhe kur flas, për shembull, ku them që kanë qenë në dieni se ka të burgosur shqiptar, ata thonë zyrtarisht. As Bardhyl Mahmuti, as Nait Hasani, as Sadiku, dhe as kush tjetër nuk mund ta di më mirë se çka kanë ditë amerikanët dhe çka kanë ditë forcat e NATO-s. Ata e kanë ditë. Pretendimi se nuk kanë qenë ndjeni, është i paqëndrueshëm, mund të jenë llafe të njerëzve. Çështja e Atanait e përmendin një rast shumë rëndësishëm që dhomat gjykatat tona tani kanë integru procesin e marrjes në pyetje dhe mundësisht të dënimit të kriminalëve edhe për rastin e Dubravës. Unë nuk kam besim në profesionalizmin e këtyre gjykatave. Për çfarë arsye? Deri tani... Jo, Bardhyl, lutem. Ta përfundoj. Bardhyl, lutem. Institucioni i drejtësisë të na punon. Nait, sa pakun, ndëgjoti një herë, institucioni jonë nuk kanë leju EULEX, UNMIK me kriju gjykat për Dubravën. Këtë du t'ja themi. Moment që është mbyllë. Ndëgjot, ta përfundoj mendimin. Gjykatat tona kanë ngrit padi. Nuk mund është me të të besim. Ndëgjot, Nait, mësohë një herë të ndëgjoj çka them, se unë e di çka du me thanë. Ti nuk mund ta dish se çka do të më thonë. Gjykatat tona kanë ngrit padi për krime lufte, a krimet e luftës janë kategoria më e ulët e krimeve që ekzistojnë në të drejtën penale ndërkombëtare, edhe për ato krime që gjykata penale për ish-Jugosllavinë në Hag i ka trajtuar si krime kundër njerëzimit. Në vend që ta ngrihet padi për gjenocid që kanë bërë, qoftë në të gjitha rastet, ata e kanë ullë në nivelin më të ullët të mundshëm dhe i kualifikojnë si krime lufte. Këtu nuk kemi kurfar profesionalizmi, unë publikisht kam reagu në emën të qendrës Gjenocidin Kosovë Plag e hapur për mungesën e profesionalizmit dhe dëmin që mund t'i bëhet kauzës tonë. Një ditë kur të ngrem padi kundër Serbisë për krimin e gjenocidit, Serbia mund t'i përdore vendimet e gjykatave tona për krime lufte dhe të ta hedhin poshtë se kjo çështje është trajtuar nga gjykatat vendore dhe është kualifikuar si krime lufte. Nuk ka profesionalizëm nga dhomat edhe prokurorët e prokurorisë speciale për krimet në Kosovë. Pritani, zoti Mahmuti, dëgjoj, e qartë, e kuptuam nga ju. Urdhroni, reagoni, zoti Hasani? Për mu, gjykatat tona janë mjaft profesionale. Gjykatat tona trajtojnë rastet individuale për krimin që ka bu gardiani Miroslav Gavrilović Gagi, edhe gardianët tjerë që kanë bo. Trajtimin e gjenocidit e trajtojnë gjykatat ndërkombëtare. Gjykatat e tona, ose kjo gjykat speciale që është kriju për këtë gjykim, për këto krime lufte, i merë këtë bazë. Ne nuk jemi pjesë e Këshillit të Evropës për mi qunë në Strasburg, për mi gjyku ose mi bo kallëzim penal në Hag. Ne kemi tash e kemi një gjykat speciale që është në Hag, po është e Kosovës, nuk është e Hagës. Pra ne nuk kemi këto drejta.
Ne me qëto drejta që i kemi, me qëto mundësi, me qëto